Në konferencën ndërkombëtare nga lufta në rimëkëmbje të mbajtur në ditën e pavarësisë së Kosovës, kryeministri Albin Kurti deklaroi se ashtu quajtura shtëpia e verdhë nuk ka ekzistuar kurrë si vend për trafikim organesh nga pjesëtarët e UÇK-s, duke e cilësuar atë si pjesë të një fushate të qëllimshme kundër Kosovës dhe Shqipërisë. Në fjalën e tij, Kurti u shpreh prerazi se e ashtu quajtura shtëpia e verdhë në Shqipëri nuk ka ekzistuar kurrë si vend për trafikimin e organëve nga pjesëtarët e UÇK-s, por është pjesë e narrativës hibride të Serbisë kundër UÇK-s dhe vetë Shqipërisë. Ai theksoi se kjo narrativ sipas tij është iniciuar nga deputeti rus Konstantin Kosaçev më 15 prill 2008, pra as 2 muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Shtëpi të verdhë nuk ka, deklaroi Kurti, duke shtuar se në vend të kësaj ekzistojnë gjithnjë më shumë informacione dhe dëshmi për krime të tjera të kryera gjatë luftërave në rajon. Në të njëjtën fjali ai foli edhe për procesin që po zhvillohet në Hag në kuadër të dhomave të specializuara të Kosovës, duke theksuar se pavarësisht proceseve gjyqësore në zhvillim e sipër, ato nuk e ndryshojnë karakterin e luftës së UÇK-s. Ai nuk mund dhe nuk do ta ndryshojë një të vërtet themelore historike, se lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte një luftë e drejtë dhe e domosdoshme për liri dhe për mbijetesë, tha Albin Kurti. Kurti shtoi se kjo luftë ishte përgjigje ndaj një regjimi shtypës, ndaj represionit sistematik deri në apartheid dhe mohimit të drejtave themelore të popullit tonë deri në gjenocid. Kryeministri përmendi rastin e ashtu quajtur Sarajevo Safari, për të cilin tha se ka pretendime për përfshirje të figurave të larta të politikës serbe. Ka gjithnjë më shumë informacione, dëshmi e fakte se ka pasur Sarajevo Safari, ku rol thuhet të ketë pasur edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, me çrast për një shumë të hollash nga kodrat përreth Sarajevës, mund të qellojë bosnjak civil me snajper në qytetin e rrethuar në fillim të viteve 90, tha Kurti.